Belinda Balluku vazhdon të jetë e pezulluar si zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës, e ndërkohë ka zëra që ndaj saj kanë nisë hetime të tjera lidhur me veprat penale që ajo mund të ketë kryer. Për të folur për këtë pezullim dhe për situatën politike në vend, kam të ftuar në një lidhje direkte aktivistin e njohur Erges Eskiu, njohur si Miri i politikës. Zoti Eskiu, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju për ftesën. Zoti Eskiu, si u duket situata politike e Belinda Ballukut dhe e mazhorancës dhe qeverisë së kryeministit Rama? Para Belindës do i them që po të jep kohë Rama, pa ta pranosh që je në fazë terminale. Në momentin që të pranoj që është fazë terminale, Rama do e heqë qafe Belinda Ballukun. Kështu që Belinda nëse do që të mos e bëj burgun vetëm, le ta marri Ramën, mos ta zgjasim më, sepse situata nuk kam më nga të shkoj, pavarësisht se Belinda është në fazën e mos pranimit akoma të fatit të saj, sepse tenton që të marri kohë, thot më jep 3 ditë kohë, mos më zvendëso si zvendës kryeministre të Republikës së Shqipërisë, sepse unë do e zgjidh gjykatën e lartë, pra ajo mendon që me presion ose me para mund ta blej drejtësinë, sepse akuzohet që ka përfituar gati $2 miliard dhe akuza vjen nga ish zëvendës kryeministri, njeriu më i afërt i Ramës, kolegu i Belinda Ballukut. Pra një personi që ka qenë bashkë me Belinda dhe me Edi Ramën në Turqi, ku kanë rënë dakord për të vjedhur të tuneli Llogaras plus 50 milion euro. Për që duhet që kështu rënë dakord për të vjedhur, por shtu edhe i 50 milionë euro tjetër nga taksat tona, nga taksat e demokratëve, socialistëve dhe njerëzve të angazhuar politikisht, për t'i futur në xhepat e tyre, për shpërblyer Erdoganin. Dhe pjesa tjetër pastaj Partia Socialiste. Partia Socialiste kupton që nuk ka më rrugë dalë as për Edi Ramën. Rama që ka për mat. Dhe gjithë këto vjedhje, gjithë këto tendera pafund, kur vetë ministrat thonë që ne edhe një tender 1 milion euro nuk e japim dot, po nuk mori vesh Edi Rama dhe po nuk u kënaqë Edi Rama me pjesën e vet. Pra në çdo aferë është Edi Rama. Unë shikoj komentues që thonë jemi socialist, i komentojnë Ramës se thonë turtët vi ty, që Shqipëria është prag përmbytje, rrugët po shkatrohen edhe ti vazhdon në Katar të shikosh sfilat mode. Pra tensioni nuk është vetëm tek njerëzit opozitar. Tensioni është edhe social, te baza, sepse po vuajnë për bukën e gojës. Fakti që janë larguar 1.1 milion shqiptar drejt Bashkimit Evropian është një akt akuzë direkte për Edi Ramën që Shqipëria është e vjedhur, se nuk mund të iki gati gjysma e popullsisë, apo 40% e popullsisë për 10 vite. Ky është spastrim etnik. Ky është agent për ta shpopulluar të vend dhe njerëzit ikin të majtë të djathtë nga Shqipëria sepse ndihen të vjedhur. Nuk shohin asnjë mundësi, asnjë shans barabartë. Dhe thash, Rama nuk mund të justifikohet që këta han darda edhe moll edhe kumblla pas shpinës time. Se po të kishën ngran këta e mos kishën ngran Rama, duke u fuqizuar kaq shumë këta që mendojnë se mund ta blejnë drejtësinë, do kishën blerë edhe deputetët dhe do kishën rëzuar Ramën me kohë. Do ishën bërë vetë kryeministër këta. Si ka mundësi që këta e lanë Ramën aty? Kaq lolo është Edi Rama. Se socialistët e mbajnë Ramën për njëri të zgjuar. Thonë është i Zoti, fiton gjithmonë, se si fiton pak rëndësi ka, por fiton. Sepse është i Zoti. Pra për makinacione, për djallëzira Rama që nga i Zoti. Por nuk kupton kur të tjerët vjedhin dhe ky thotë unë s'kam mbledhur asgjë. Pra, në këtë situatë, ku është Partia Socialiste, ka 2 rrugë. Ose dorëzoj Ramën për të shpërtuar partinë e vet, pra baza po them, dhe këta që quhen si senator, që kanë ngjerë senator akoma aty, sepse edhe Pandeli Majko doli jashtë. Kramo Xhurxhi por rruga e dytë është që do shkatrohet edhe vetë PS-ja. Në qoftë se vazhdojnë t'i bindën Edi Ramës në rrugën e tij të çmendur për ta shkatruar dhe për ta shpopulluar tërësisht Shqipërinë. Në fakt ka pasur një deklaratë të zotit Braçe, i cili ka deklaruar që unë nuk kam asnjë komunikim me zotin Rama, që kur ai vendosi që të shkarkojë zotin Veliaj në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. A mendoni që kanë ardhur kushtet dhe ndoshta duke
filluar me Braçën mund të ketë dhe zëra të tjerë që t'i dalin kundër Edi Ramës, apo besoni që Partia Socialiste tashmë nuk ka më ato zëra dhe figura që ka pasur më përpara, ku secili mund të ishte një individ më vete dhe mund të kishte mendimin e vet? Pa diskutim që ata zëra që kanë qenë nuk janë më. Por pa diskutim që ka dhe disa fije që lëvizin ato duart e padukshme, që japin guxim Erion Braçës ose Erion Veliajt, ndoshta edhe Fatmir Xhafës që të ndërmarrin disa hapa për të shpëtuar çat mundin ose të shpëtojnë veten e tyre. Pra, nëse ju kujtoni, para 3 apo 4 vitesh, mos gaboj, ndoshta edhe më tepër, Rama tha që është një grup brenda Partisë Socialiste i cili po punon që të mërzojë nga pushteti. Dhe ishte ajo shprehje e famshme që Erion Veliaj do e varte pemët që mbjell vet. Dhe bashkë me Erion Veliajn ta është dhe ministri i drejtësisë, Fatmir Xhafa. Pra, klanet aty ekzistojnë dhe presin momentin e dur për të goditur Edi Ramën, që të shpëtojnë lëkurën e tyre, kuptohet. Sepse Erion Veliaj ka menduar se Fatmir Xhafaj mund ta mbronte nga drejtësia nëpërmjet lidhjeve të veta. Ana tjetër, Erion Veliaj nëpërmjet gjithë establishmentit vet ose gjithë njerëzve të vet, punoi që Fatmir Xhafaj të rizgjidhej deputet sërish. Pra, klani i Veliajt, që ka dalë dhe Erion Braçë në krah, ju po të keni vënë re, Erion Braçë tha edhe për Ogerta Marastërliun që nuk më jep asgjë ky emër. Pra ishte i gatshëm që grupi Veliajt bashkë me Erion Braçën ta sabotonin fushatën e Ogerta Marastërliut për Bashkinë e Tiranës. Dhe kjo ishte edhe një arsye pse Rama u troq. Sepse Ramës nuk i dilin numrat. Ose do bëj një masakër akoma më e madhe se ajo që pam në 11 maj, ose Rama do humbiste Bashkinë e Tiranës dhe përjedhoi si dëm kolateral do humbiste edhe pushtetin, sepse njerëzit do kuptonin që koha e Ramës mori fund. Kështu që sa do ja dalë Erion Braçë të bëj njerëz dhe vet aty, kjo do të shihet në vazhdim, por që është e qartë tashmë që brenda Partisë Socialiste po diskutohet shkarkimi i Edi Ramës. Sotiskiu ka pasur një reagim të ambasadës amerikane në Facebook, ku ka publikuar disa foto ku antar të gardës së Republikës që po themi ruajnë prokurorët e Spakut janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës për trajnim. A ka një lidhje me atë çfarë ka thënë zoti Berisha që zoti Dritan Prençi është kërcënuar, pra prokurori që ka hetuar zonjën Balluku është kërcënuar, me njoftimin që bëri Spaku ditën e sotme që tha që persona, pra antarë të Gardës së Republikës që ruajnë prokurorët e Spakut janë në SBA për t'u trajnuar. Pra, apo përgatitet një gjë më e madhe që në të gjitha rastet Garda e Republikës apo dhe policia e shtetit të zbatoj vendimet e Spakut dhe gjykatës posaçme? Sigurisht, patjetër. Domethënë, kjo vjen në të njëjtën linjë me zhvillimin që po ndodhi brenda Partisë Socialiste. Pra nuk është se partnerët tanë kur duan ta ndihmojnë një vend, një popull, merren vetëm me një pjesë të pushtetit ose më saktë të sistemit, sepse kemi pushtetet ndara, pushteti i drejtësisë, ekzekutivi dhe legislativi, pra janë të ndara. Dhe për të realizuar me sukses një operacion në një situatë shumë delikate ku është Shqipëria sot, sepse Shqipëria është në stat gati terminal, pacienti është shumë i sëmurënd dhe duhet një operacion shumë preciz për ta shpëtuar pacientin. Jo thjesht doli me sukses dhe pacienti vdiq. Kështu që në këtë linjë të gjitha janë me mbështetje amerikane, nga pas, e ka pasur Rama mbështetjen e komunistëve, të Sorosit, të Blinkenit, të establishmentit majt deri dje, nuk e ka më sot. Pra janë në krye ata njerëz cilët e duan popullin shqiptar, nuk duan autokracinë, po duan demokracinë, duan vlerat përkundrejt antivlerave, duan familjen përkundrejt shkatrimit dhe duan stabilitetin ose zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm, të shëndosh, përkundrejt zhvillimit ekonomik që sjell droga, pra që nuk ka një zhvillim ekonomik, po thjesht njerëzit që komandojnë drogën pasurojnë dhe pjesa tjetër ose vritet, përfundon në përvare ose në përburgje ose varfërohet. Kështu që kjo ka filluar që me ardhjen me ndihmës sekretarin për Europën Juglindore,
në prokurori, sepse këta donin që të çonin të zvendçonin Altin Domani me njeriun e tyre. Dhe mos gaboj, dëshira e tyre ishte Klodian Brau. Sa po erdhi ndihmës sekretari, lojrat kanë ndryshuar dhe situata po bëhet e tillë që Rama i ka dalë shumë shpejt nga kontrolli. Pra, ai ka takuar nga burimet që ne kemi pasur zotin Domani dhe zotin Dritan Prençi. Pra, mbështetja është e qartë që ju do luftoni në maj të pushtetit dhe keni garancinë që ju do të jeni të mbrojtur fizikisht. Sepse, siç thash, siç u vran në Rinas, jeta e çdo shqiptari është e pasigurt në këtë vend. Sepse në një zonë shumë të sigurt dhe ku 2 minuta më pas kaloi një eskort ku kishte njerëz të NATO-s, nëse do kishte kaluar në moment edhe mund të kishin pasur dëme ose jetë njerëzore më të mëdha në numër. Pra, grupe terroriste që janë brenda Partisë Socialiste ose organizata kriminale që janë të lidhur me elemente të caktuar brenda Partisë Socialiste janë të rrezikshëm. Dhe normalisht momenti kur shteti nuk ekziston ose vet kreu i prokurorisë speciale thotë që janë disa drejtor policie të lidhur me krimin e organizuar ose na dekonspirojnë aksionet. Nga 21 drejtor, sa janë këta? Janë gjysma, janë më tepër se gjysma apo janë të gjithë? Pra kur prokuroria thotë që policia është e lidhur kokë me krimin, jeta e çdo kujt është e pasigurt. Dhe normalisht që kanë nevojë për një mbështetje nga një fuqi e madhe për të garantuar stabilitetin dhe për të zbatuar kushtetueshmërinë e këtij vendi. Zoti Eskiu, në fakt, nëse gjykata e kushtetuese vendos që pezullimi i Belinda Ballukut është i ligjshëm, a mendoni që është një rrugë e hapur për të shkuar te kryeministri e ndoshta edhe prandaj Rama po e mbron në gjykatë kushtetuese, po themi vendimin që të mos pezullohet Balluku? Patjetër, domethënë Rama këtë ka frikë. Në momentin që do goditet Balluku ose do të kalojë në arrest Balluku, krijohet precedenti që u hetua dhe u mori pandehur, kaloi në arrest zvendës kryeministri, mund të kalojë dhe në detyrë, mund të kalojë dhe kryeministri në detyrë. Dhe në qoftë se gjykata kushtetuese do i bindet urdhit të Ramës, atëherë kemi të bëjmë me grush shteti, ku Rama tenton me forcë të mbajë pushtetin e të vend. Pra, çdo veprim i prokurorisë deri më sot është i ligjshëm. Nuk ka asnjë tejkalim kompetence. Përkundrazi, më thash edhe më herët, ka pasur 2 standarde në raport me zotin Berisha dhe nuk u zbatua këtë herë me Belinda Ballukun. Pra zoti Berisha nuk përbënte kërcënim për të larguar nga vendi, ishte vazhdimisht i gatshëm ose çdo ditë televizor, nuk prishte asnjë provë dhe kaluan arrest shtëpie. Ndërsa Belindën nuk ka kaluar akoma në arrest shtëpie, thjesht kanë pezuar nga detyra. Sepse normalisht sistemi i drejtësisë ose pushteti i drejtësisë për të punë është të hetojë krimet që po ndodhin dhe të parandalojë vjedhje të vazhdim. Jo kur ti doj qefi Ramas të largohet nga pushteti, pastaj të vej e ta hetoj prokuroria. Në fakt, a është dhe një krahasim, po themi, në raport me zotin Meta, ku zoti Meta është në burg, që pavarësisht se nuk ka çfarë provash të prish sepse pushteti i tij ka mbaruar, pra ka qenë president, ndërsa zonja Balluku pavarësisht se është në pozita aktuale në pushtet, vazhdon të jetë, po themi, vetëm pezullim detyre. Pra, si shpjegohet këto 2 standarde? Sepse deri dje Rama ishte shumë i sigurt për çfarë donte të bënte me drejtësinë dhe po arrinte. Sot nuk e kontrollon më, thash, sepse në një deklaratë zoti Batonaxhiu, pavarësisht se unë nuk kam fare simpati për të, por tha që arrestimi i zotit Meta ishte i tmerrshëm, ishte tejkalim kompetence, ishte shumë e shëmtuar. Dhe pasi Rama mbas emisionit në Klan e ka marrë telefonin, ka thënë kështu donte qefi mua, zoti Axhiu nuk e përgënjeshtroi të gjë. Pra Rama e bëri tejkalim kompetence, po dhe një gest shumë të shëmtuar, thjesht dhe vetëm për të shkatruar Partinë e Lirisë, për t'i thënë gjithë militantëve të Partisë Lirisë dhe gjithë opozitarëve që unë ju marr zvarr. Kur marr zvarr Ilir Metën, ky që quhet ose cilësohet si burr shtetas,
Unë ju tjerës ju kam përgjigje fare. Pra, prokuroria tha që nuk e zbatuam ne urdhrin dhe nuk kishte vullneti ynë ai arrestim i tillë, ja kaloi policisë. Policia varet nga Edi Rama. Dhe Edi Rama bënte çfarë donte qefi deri dje. Sot nuk e ka më, thash, 100% kontroll dhe do të shohim në vazhdim që radha është vetëm Edi Ramës. Nëse njerëzit kërkojnë se kush e ka radhën pas Blinda Ballukut, që shoku Enver i arrestonte apo i vriste që të gjithë ai s'kishte faj, s'dinte asnjë gjë, se çfarë bënte Ramizi apo të tjerët. Këtë herë nuk do të ndodhë një histori. Rama është së shpejti i pandehur. Zoti Eskiu, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Jo, faleminderit juve, gjithmonë kënaqësi për mua.